Falenderojmë Allahun me falenderimet të cilat burojnë nga thellësia e shpirtit për çdo mirësi e begati që fali e dhuroj. Zoti ynë, ja Allah, të lutemi ty o Zot, shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative, udhëzoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tanë, për tek më e mira, më e bukur, ashtu siç din ti të udhëzosh, ja Allah, atë që ti e udhëzove, kush mund ta devijojë nga rruga jote dhe udhëzimi yt, subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i qejve dhe i tokës, Zoti i mirësisë, i bujarisë, Zoti i faljes dhe i mëshirës, Allahu xhelle xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes tij, ja Allah, shokëve tij. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur, ja Allah, sa të ketë jetë në këtë dynja. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, veprën e mirë dhe gjën e mirë, gjën e bukur që bën njeriu, kur nuk e humb Allahu xhelle shanuhu. Thot Zoti në surën Ali Imran: Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Besimtarët të cilët i lutën Allahu xhelle shanuhu dhe thonë: O Zot, na jep ti neve atë që na e premtove nëpërmjet profetëve tu, ja Allah, dhe mos na poshtron ditën e gjykimit. Ti je ai që kur nuk e thyen premtimin tënd, fastajaba lahum rabbuhum. Atyre ju përgjigj Zoti i tyre, erdhi ajeti tjetër me përgjigje prej Allahu xhelle shanuhu: Enni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Nuk ndodh kur që Allahu xhelle shanuhu t'ja humbi dikujt një vepër të mirë, sado e madhe apo e vogël qoftë ajo, e dikujt për jush mashkull apo femër pra. Kushdo që bën një të mirë, Allahu xhelle shanuhu e ke premtim prej Zotit në Kur'anin famlar, që Zoti xhelle shanuhu do t'ja shpërblej, nuk ja humb kur të mirën. Nuk u ndalën duke u lutur besimtarët, duke thënë Zoti ynë, o Zoti ynë, Rabbena, ashtu siç e tregoi Zoti në surën Ali Imran, derisa i erdhi përgjigja prej Allahu xhelle shanuhu. Ndërsa Xhafer as-Sadiq thot, ai i cili e thret Allahu xhelle shanuhu 5 herë Rabbena, o Zoti ynë, siç është në surën Ali Imran te këto ajete që neve i lexuam, Rabbena ma khalaqta hadha batilan, Rabbena innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta, Rabbena innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, Rabbena faghfir lana dhunubana, Rabbena wa atina ma wa'adtana. 5 herë me thërit Rabbena do t'i vi përgjigja për Allahu xhelle shanuhu nëse është në një situatë që ka nevojë me të vërtet për suportin e Zotit xhelle shanuhu, siç e tregoi Allahu në Kur'an në surën Ali Imran që sapo e lexuam. Ndërsa në një ajet tjetër thot: Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Ai i cili, kushdo qoftë që vepron një vepër të mirë, mashkull ose femër, wa huwa mu'min, dhe ka besim plot se do ta gjejë tek Allahu xhelle shanuhu, e beson që të marrë shpërblim tek Zoti, e din që ka një Zot i cili ta marrë llogari që shpërblen për të mirën ose për të keqen, fele nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Neve do t'i dhurojmë atij një jetë të mirë. Do t'i mundsojmë atij një jetë të mirë, pra të besosh edhe të kesh në shpirt gjatë jetës tënde, në çdo moment jetës, ndjenjën që ka një Zot lart dhe të shikon ty, dhe ti duhet veprosh mirë, të largohesh nga e keqja. Ty do t'i japi Allahu xhelle shanuhu një jetë të mirë në këtë botë. E neve thot do t'i shpërblejmë në ahiret edhe më shumë se sa që kanë punu ata. Pra ti mund të punosh diçka dhe kur dalësh para Allahu xhelle shanuhu do të shohësh se ajo që të ka premtuar Zoti xhelle shanuhu në krahasim atë që ke bëti është shumë më tepër, nuk ka krahasim, sepse kështu është Allahu xhelle shanuhu që për pak shpërblen shumë, për pak mirësi nga zemra e robit jep Allahu xhelle shanuhu pa limit edhe pa hesab.
Pra jetë të mirë edhe shpërblim më tepër sa ke punuar. Abdullah ibn Abbas i thot, këto dy gjëra thot përmbledhin 5 mirësitë Allahu xhaleshanhu. E para fare thot risku halal, pra të jetosh me djersën tënde, të orienton Allahu xhaleshanhu që të punosh ke halali, mos përzihesh me haramin edhe me pislikun. E dyta kënaqësia e zemrës, të fal kënaqësinë zemër, të fal lumturinë zemër për atë që të ka falë Allahu xhaleshanhu dhe të ka dhuru prej riskut dhe prej mirësive, ta kënaq shpirtin edhe zemrën, ta mbush kraharorin. Nganjëherë ke gjithë dynjan, por nuk ke kënaqësinë e shpirtit edhe të zemrës. E treta, ëmbëlsia e adhurimit. Ëmbëlsia e adhurimit. E katërta, kënaqësia e Allahu xhaleshanhu dhe e pesta xheneti me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu. Neve sot po flasim që nëse dikush bën një të mirë, ta di se Allahu xhaleshanhu ka për t'ia vlerësuar dhe nuk ja humb kurrë. Dhe në fakt besimtari duhet ta nojë nga e mira gjithmonë dhe duhet që ta ketë qëllim në jetë që të mundohet që të rrezatojë mirësi dhe të bëjë mirë. Tek Imam Buhariu Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, transmeton edhe thotë, në fillimet e shpalljes profetit alayhi salatu wassalam i vinte ëndra e mirë, ëndra e bukur. Dhe sa herë që shifte diçka që i vinte në ëndër, ajo realizohej si agimi i mëngjesit, pra bëj realitet. I jepte shenja pra indici Allahu xhaleshanhu. Pastaj thot Aisha filloi duke u bërë dashur veçimi nga njerëzit, shkonte thot furnizohej me ushqime dhe shkonte disa net veçohej, adhuronte Allahun xhaleshanhu, Zotin, i kishte hap Allahu zemrën dhe po e tërhiqte Allahu xhaleshanhu tek rruga e tij, tek misioni hynor. Derisa një natë thot i erdhi thot Xhibrili dhe e shtrëngoi në kraharorin e tij dhe i tha lexo me emrin e Zotit tënd. E kur ndodhi kjo gjë, pra gjëja e madhe, shpallja hynore për herë të parë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte diçka që nuk e njifte më parë. Nuk ishte diçka që kishte eksperiencë për të dhe e njifte. Nuk kishte njohuri profeti alayhi salatu wassalam. Kthehet në familjen e tij tek bashortja e tij dhe i thot, jam shumë i trembur thot për veten time. Ishte trembur, nuk po kuptonte se ç'po ndodh. Çfarë i thot bashortja e tij? I thot, kella la yukhzika Allahu abada. Kishte frikë profeti alayhi salatu wasalam se diçka nuk po funksiononte mirë me të, nuk ishte në rregull. Kishte frikë për veten e tij, për shëndetin e tij, derisa i thot bashortja e tij, kur tha, nuk të humb ty Allahu xhaleshanuhu, sepse ti tha mban lidhjet farefisnore, sepse ti tha ndihmon doptin, sepse ti bëhesh palë me drejtën, sepse ti ndihmon fukarajin atë që ka nevojë, sepse ti tha mban amanetin, ke cilësitë më të mira, me këto vepra të mira dhe me këto gjëra të mira që bën ti, nuk ndodh që Allahu xhaleshanuhu të humbi, subhanallahu. Edhe para se të udhëzoheshin njerëzit, e kishin besimin dhe e kishin konceptin që Zoti i Madh nuk e humb të mirën. Subhanallahu el-azim. Po mirë vëllezër tek surja Yusuf, që e thot Allahu xhaleshanuhu qartë. Imagjino u sprovu Yusufi alayhis salam, edhe e burgosën me të padrejtë. Për çfarë? Për çfarë? Sepse donte që të u shkëpu, se nuk u bë palë me të keqen, e thirrën për të e keqja, u shkëpu, u rujt, sepse donte e para mos prete mbes atë që i kishte hap derën e shtëpisë, se është gjë më ulët, tjetri të fusin në shtëpi edhe ti ta tradhtosh ke familja e tij. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, nuk bën hajër zullumqarët, i thot bashortes ministrit. Ajo do të më tërheq ke rrethi vet, ke rrethi pislikut. Dhe ky ruhet. Thot, o Zot, thot, pasi e kërcënun që do e fusin burg, tha, e sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ma mirë të shkojmë burg, se sa të kthehem në një xahil. E kum min el xahilin. Më mirë ta të shkojmë burg edhe të jem rregull me ty, ja Allah, se sa të kthehem në një xahil. Subhanallah. Pra, nga një anë bën si besimtar, nga ana tjetër bën veprat e xahilëve. E me gjithë se u sprovu, pa drejtësisht e futën në burg për disa vjetë, imagjinoj i madhi Allah, ja kish vlerësu veprën e mirë dhe qëndrimi, se gjithë sprovohemi në jetën. Gjithë sprovohemi në jetë, po e rëndësishme është arrin tek e mira, qëndrimet që mban,
ato pozionimet e tuja, ato që shpreh dhe ato që ti i thu me gojë dhe i ke në zemër dhe në shpirt që ti din Allahu xhaleshanu në momentet e vështirësisë. Ato bëjnë dallimin dhe shikojnë sinqeritetin tat që ke tek Allahu xhaleshanu. E kur ndodhi kjo gjë, Allahu xhaleshanu e bëri pra argument Jusufin për të gjithë ata cilët kalin sprova edhe qëndrojnë tek e mira, me i dhënë myshdhe dhe përgëzim se të mira nuk e humb Allahu xhaleshanu. Kedhalike mekkenna li Jusufe fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha. Jo vetëm doli nga burgu, por doli ministër, subhanallah. Drejtonte gjithë punët e vendit në një kohë shumë të vështirë krize. Dhe ne kështu ja mundsuam Jusufit alayhis salam që ai ta kishte pra të nënshtruar gjithë tokën, të shkonte ku ti donte zemra e tij, pra të sillej si i pari vendit. Thot Allahu xhaleshanuhu wala nudhi'u ajra al-muhsinin. Neve nuk e humbim të mirën e atyre të cilët janë vepër mirë. Pra, kushdo që bën një vepër të mirë, Allahu xhaleshanuhu nuk ja humb atë. Shembujt janë shumë se si Zoti xhaleshanuhu nuk e humb të mirën këtë dynja. Po mirë, po në momentin që njeriu ndahet nga kjo botë, mirë dynjaja. Allahu xhaleshanuhu vëllezërit e mi dhe motra muslimane tregon në surën Fussilet edhe thotë: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Me të vërtet ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e thanë me shpirt edhe me zemër dhe i qëndruan kësaj fjale. Namazin tënd, zekatin tënd, ndihmën tënde, agjerimin tënd, përkrajen tënde për të vërtetën, respektin tënd ndaj prindit, animin tënd e drejta dhe të pastra dhe të bukura, largimin nga haramja dhe rujtja nga e keqja. Të gjitha nuk ti humb Allahu xhaleshanu, madje në momentin që ti shtrihesh në tratin e vdekjes. Dhe imagjino është moment frike dhe emocioni madh, se nuk e din me çfarë do përballesh. Nga një botë po kalon një dimension tjetër, një botë tjetër e panjohur për gjithë secilin prej nesh, vetëm thjesht dim atë që na ka thënë Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhi salatu wassalam. E në këtë moment Allahu xhaleshanu i hap perden çdo besimtari dhe i sjell engjujt e tij. Edhe i flasin edhe e qetësojnë edhe i thonë: "Ella takhafu." Qetësoni, mos keni frikë, wala tahzanu, mos u dëshpëroni. Rini të qetë, sepse ashtu siç keni vepruar mirë, edhe siç keni bërë mirë për hatër të Zotit dhe keni pas Allahun xhaleshanu në shpirt, Allahu nuk lëni juve. Edhe në momentin më të vështirë nuk ju lën Zoti xhaleshanu. Dhe përgëzoni me xhenetet e begata që Allahu xhaleshanu ka përgatitur. Kjo është momentin e vdekjes, po pas vdekjes, subhanallahu alazim. Po pas vdekjes. Imagjino dita më e gjatë, dita e gjykimit, të gjithë krijesat, miliarda krijesa që do gjykohen para Allahut xhaleshanu. Një nga një gjithë secili, ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nuk ka person që nuk do të qëndroj para Zotit xhaleshanu e do t'i flasë Allahu xhaleshanu drejt për drejti pa përkthyes. Gjithë secilit, një nga një, do t'i marrin llogari Allahu xhaleshanu. Imagjino sa ditë e gjatë hyn njerëzit siklet në rasatin e kiametit derisa shkojnë tek profetët me radhë se s'po fillon gjykimi. Kush mund ta fillojë gjykimin përveç Zotit gjykimit? Kujt i themi neve se na zuri zafmet i madh, na zuri neve tmerri i madh, na zuri neve vështirësia madhe. Dhe i marrin profetët me radhë derisa shkojnë tek Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, hadithi i ndërmjetësimit i shefaatit i njohur. E deri kur fillon dita e gjykimit, llogaria, Allahu xhaleshanuhu këtë ditë të gjatë për një besimtar, siç thot profeti alayhi salatu wasalam për besimtarët e mirë, e bën ti duket saç është koha midis ylesë dhe midis ikindis. Subhanallah, i qofshim fal Allahu xhaleshanuhu. E lecon Allahu xhaleshanuhu ti duket sipas kësaj që themi neve, pra, sa koha e yles deri në ikindi, 2 orë, 3 orë për kësaj dynjaje. Dhe imagjino kur ti marri Zoti xhaleshanu të gjithë në llogari dhe në pyetje, besimtarin e merr në vete,
I shtrin perdet e tij, Allahu xhaleshanu e mbulon siç ta mbulova robi im dynja që mos turprohet me gjithë krijesave, se gjithë kemi gjunahe, edhe mëkate. Nganjëherë robi shkon deri aty saqë subhanallahu sikur ta shohin njerëz të tjerë se çfarë bën, dhe ja hiqnin vizën. Allahu na rujt. Allahu e shef në çdo moment. E ne nuk turprohemi nga Allahu, turprohemi nga njerëzit. Allahu na falte dhe Allahu na rujt. E Zoti e merr pranë ti, afron pranë vetes ti, edhe perden edhe mbulesën e ti. Dhe e merr në pyetje dhe në llogari dhe i thotë robi im, ti mbulova në dynja nga sytë e krijesave, ti mbulova dhe sot nga sytë e ti kam fal, thot. Ka fal Allahu xhelleshanu. Elhamdulillahi rabbil alamin. E në momentin e fundit, që është momenti sikleti i fundit, që njeriu kalon për të shku për t'i shkel këmba në xhenetet e begata, që është ura e siratit, sprova e madhe, thot Allahu xhelleshanu, wa in minkum illa wariduha. Gjithë se cili për jush do t'a kaloj urën e siratit. Kane ala rabbike hatmen me qëdija. Është e vendosur dhe e vullosur pra çështje prej Allahu xhaleshanu, gjithë se cili do shkelin mbi urën e siratit. Thumme nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. E neve, thot Allahu xhaleshanu, ata cilët janë mundu me qenë devotshëm, njerëz të mirë që kanë vepruar mirë, kanë pas frikë Zotin, do t'i shpëtojmë neve në urën e siratit. Nuk shpëton pa ndihmën e Allahu xhaleshanu. Pra në çdo moment, në dynja, nga shkëputja e dynjas, gjithashtu ditën që qëndron para Allahut, kur kalon urën e siratit, deri në xhenetet e begata, ata cilët veprojnë mirë, nuk e humb Allahu xhaleshanu të mirën. E lutim Allahun xhaleshanu ta bëj për njerëzve të mirë. Lusim Allahun xhaleshanu të na bëjë për atyre që anojnë ke mira dhe të udhëzimi i Zotit. Amin. E mbyll fjalën time me një porosi dhe me një këshill shumë të sinqertë dhe shumë të përzemërt për gjithë secilin vëllezër dhe motra muslimane. Me atë që na porositi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, sidomos në ditët e sotme që njerëzit nga i herë janë shumë të ngarkuar, i shef nëpër rrugë, duke ecë se kanë mendjen dikush në trafik, kështu ashtu për i gjë, për i fjalë shumë pa lidhje, fillojnë kapen me njëri tjetrin, edhe fillojnë tregojnë dhëmbët me njëri tjetrin, kalojnë direkt në ekstrem, pa lidhje komplet. Mos e harro kur buzëqeshja në fytyrën e vllait tënd të quhet sadaka lëmosh. Nuk të kushton asgjë, ti që ke menduar se duke marrë far pozicioni e duke bërë si burr serioz, do zesh një pozitë caktuar në mes njerëzve ose në zemrat e njerëzve, ke kuptuar gabim. Se profeti alayhi salatu wassalam, që ishte njeriu më i dashur ke Allahu dhe njeriu më i dashur ke krijesat edhe sot që themi neve, ai ishte personi që buzëqeshte me këdo dhe i falte dhe i dhuronte buzëqeshje kujtdo. Dhe që në momentin e parë që tjetrit i fal një buzëqeshje, ke hap një derë mirësie në zemrën e tij. E Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam neve na tregoi se përpara se të vesh pozit me seriozitetin tënd dhe me burrnin tënde, të cilën do me e tregu pra të sforcume, jepi edhe fali një buzëqeshje tjetrit se ja ke fitu zemrën dhe shpirtin, dhe i ke fal atij pra gjithë dynjan, ke fitu një sadaka, tu ka shkruajtur shpërblim tek Allahu xhaleshanuhu. Kjo është ajo që duhet bëjmë neve si musliman pra. Mos e kursej buzëqeshje, mos bëj si njeri i rënd kot. Jepi i buzëqeshje vllait tat, motrës tat, njeriu tat, shoku tat, kolegu tat, me të gjithë me cilin ke të bësh. Fal buzëqeshjet. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Buzëqeshja që i fal dikujt me shpirt edhe me zemër, që përçon te zemra e tjetrit, te shpirti i tjetrit, ty të quhet sadaka pra, lëmosh. E sa shumë kemi nevojë neve për vepra të mira. I qofshim falë Allahu xhaleshanu për fenë e bukur, për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam që e besojmë si profetin ton, për Kur'anin që e kemi librin ton. O Allah, ty të lutem, jo Zot, bëje Kur'anin udhërrëfyes të jetëve tona. Bëje Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam shembull të jetëve tona. O Zot, ja Allah, udhëzoj zemrat, mendjet e shpirtrat tan, ja Allah, për tek më e mira. O Zot, na fal dashurin për ty, dashurin për ata që ti i don, ja Allah, dhe për veprat që neve të na bëjnë edhe më dashur tek ti. O Zot, na inspiron neve veprat mira dhe na largon nga çdo e keqe, ja Allah. O Zot, na fal neve dynjan, por edhe ahiretin. Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana.
Na fal neve mirësinë e dynjas dhe mirësinë e ahiretit. Të dyja janë dorën tënde, ja Allah. O Zot, na bëj neve të qëndrueshëm momente sprovash. O Allah, ty të lutemi, o Zot, na falne. Fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Ata cilët, ja Allah, kanë hallë, siklete, probleme, mundsoja, o Zot, që t'i kalojnë këto hallë dhe siklete dhe jepi rrugëzgjidhjen më të shpejtë dhe më të mirë. O Zot, mëshiroj të vdekurit tanë. O Allah, ata cilët, ja Allah, janë të pamartuar, mundsoja, ja Allah, të martohen me vajzat që ja donë shpirti me besimtare të mira. O Zot, hapi dyert e jetës fatit. Gjithashtu edhe ato vajza që janë kërkim të burrave, o Zot, t'i falësh burra edhe bashortë të ndershëm edhe besimtarë të mirë. O Allah, ty të lutemi, ja Allah, na udhëzon neve për tek më e mira, pranoj lutjet edhe duat tona. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju shpërblet.